Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një gjethe lakre i jep lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Lakra është e pasur me fiber, vitamin C dhe K. Lakra nuk është e dobishme vetëm në kuzhinë. Ja veti të kompresave me lakër kundër inflamacionit të gjirit dhe të këmbës. Kjo perime është një shëronjëse e madhe. Një recetë lashtë evropiane rekomandon pirjen e një gote me lëng lakre në ditë për një sër sëmundjesh. Ndërkohë, lakra gjen përdorim të gjerë tek femrat të cilat kanë probleme me gjirin. Kompresat me lakër të ftohtë mund të përdoren nga femrat të cilat janë nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale në gji, ose femrat të cilat vuajnë nga ëndja apo inflamacioni, dhe nënat lohon të cilat duan që të ndërpresin ushqyerjen e fëmijës me gji. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë pranojnë se në fakt lakra shërben më së miri si një kompresë e ftohtë për gjirin. Sipas tyre, lakra shërben më së miri duke qetësuar atë, por edhe duke zbutur ëndjet dhe inflamacionin. Këto kompresa të ftohta mbahen për 20 minuta dhe gjithë kjo procedurë përsëritet derisa gjiri juaj të qetësohet. Efektet mirëbërëse të lakrës po ashtu kundër ëndjes dhe dhimbjeve nuk vlen vetëm për gjirin, ato rekomandohen edhe në zona të tjera të trupit siç është këmba. Nëse këmba juaj është prekur nga inflamacioni që shkakton dhimbje dhe ëndje, atëherë ju duhet që ta mbështillni këmbën tuaj me gjethe lakre të ngrohtë dhe kështu do të vëreni se si dhimbja juaj do të largohet. Në këtë rast, zgjidhni lakër të kuqe e cila përmban substanca të forta anti-inflamatore në të mirë të organizmit ton. Ndërkohë, nga ana tjetër, këto janë udhëzime që ju duhet të ndiqni. Hiqeni gjethen e lakrës dhe këputeni kërcellin e trash. Shtypeni pak gjethen për ta sheshuar dhe për të nxjerrë lëngjet natyrale të saj. Më pas, gjethen e lakrës mbështilleni në letër kuzhine dhe ngroheni pak në mikrovalë ose në furrë. Pasi ajo të jetë ngrohur, vendoseni gjethen e lakrës në zonën e lënduar dhe më pas mbështilleni me një garzë të pastër. Këmbën duhet ta mbani pakës të ngritur. Kompresa me lakër duhet mbajtur në këmbën tuaj për rreth 1 orë në mënyrë që të jap efektin e saj të duhur dhe duhet përsëritur 2 ose 3 herë brenda ditës. Ndërkohë, ju mund të përdorni edhe kompresën me lakër dhe me mjalt. Sipas ekspertëve, kjo mbetet një nga recetat më të mira natyrale e cila i vjen në ndihmë organizmit tuaj. Sipas ekspertëve, fletët e lakrës së bashku me mjaltin do të shërojnë kollën e pandalshme dhe bronkitin. Ne na ndodh shpesh që vështirë të lirohemi nga kolla e pandalshme. Ndonjëherë as ilaçet nuk ndihmojnë. Një ndër mënyrat më të njohura dhe vërtet më frydëdhënëse të luftës suaj me kollën është fleta e lakrës me mjalt. Kjo është vërtet një mjet i artë kundër kollës. Për këtë shërim nuk ekziston as pak një kufizim moshe, njësoj është efikase. Për të filluar shërimin, juve do t'ju nevojitet një lakër dhe mjalti. Ja se si duhet të veproni. Ngadalë ndani një fletë nga lakra. Fletën e lakrës duhet që ta fusni për të paktën disa minuta në ujë të nxehtë dhe kështu ajo do të bëhet e nxehtë dhe mjaft e butë. Pastaj, njërën anë merreni dhe lyeni me mjalt. Anën e lakrës me mjalt vendoseni në kraharorin e të sëmurit. Sipër vihet një qese najloni dhe më pas ajo mbështillet me shall ose me peshqir. Procedura bëhet para se të flini gjumë. Nëse kolla është e fortë, juve do t'ju nevojiten
2 flet lakra, njëra vendoset në krahëror dhe tjetra në shpinë. Kompresën hiqeni në mëngjes, lëkurën më pas fshiheni me leckë të njom apo fshiheni vendin ku ka qenë kompresa dhe gjithë atë që ajo ka nxjerrë. Nëse bronkiti është në fillim, rezultati do të jetë i dukshëm që pas procedurës së parë, shërimi aplikohet nga 5 deri në 7 net dhe së shpejti nga kolla e madhe juve nuk do t'ju mbetet as edhe një gjurmë. Përbërësit aktiv të mjaltit dhe të lakrës, por gjithashtu edhe ngrohtësia i kontribojnë në zvogëlimit të kollës, por edhe zhdukjes së procesit të përflakjes. Mjaltin mundet që ta zëvendësoni edhe si një alternativë me vaj ricini. Ndërkohë, të mirat e lakrës nuk përfundojnë këtu. Sa po ju të provoni, ju do të shihoni gjithë energjinë e pashtershme të fshehur në të. Lakra mbetet një nga perimet më të çmuara dhe me vlera të larta ushqyese, e pasur me fibra, vitamina, veçanërisht K dhe C, dhe antioksidantë të cilët gjithashtu ndihmojnë në përmirësimin e tretjes, forcimin e imunitetit, shëndetin e zemrës dhe parandalimin e disa sëmundjeve. Ajo gjithashtu ndihmon edhe në menaxhimin e peshës, lufton inflamacionin dhe gjithashtu përmirëson shëndetin e lëkurës. Këto janë disa nga të mirat kryesore të lakrës. Përmirëson tretjen. Përmbajtja e lartë e fibrave dhe komponimeve me sulfur ndihmon në pastrimin e sistemit tretës, lehtëson kapsllokun dhe gjithashtu parandalon ulçërën e stomakut. Forcon imunitetin dhe shëndetin tuaj të zemrës. E pasur me vitaminë C, ajo njëkohësisht rrit imunitetin, ndërsa vetit antiinflamatore dhe antioksidante që ajo përmban ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe njëkohësisht në mbrojtjen e zemrës. E pasur edhe me vitaminën K, siguron një pjesë të madhe të jetesës tuaj të shëndetshme dhe të kërkesës tuaj ditore, e cila është jetike për shëndetin e kockave dhe për mpiksen e gjakut. Gjithashtu, sipas informacioneve, vetit e mira të lakrës janë sepse ajo përmban sulforafan dhe komponime të tjera të cilat i mbrojnë nga sëmundjet e këqija si ato të gjirit, zorrës së trash, mëlçisë dhe mushkrive. Detoksifikim dhe rënje nga pesha për shkak të kalorive të ulta dhe fibrave të larta. Shëndeti i lëkurës dhe flokëve. Lëngu i lakrës ose përdorimi i saj si një mask gjithashtu ndihmon në pastrimin e akneve, shkëlqimin e lëkurës dhe gjithashtu në forcimin e flokëve. Lëngu i freskët i lakrës, i pirë gjithashtu me stomakun bosh, konsiderohet veçanërisht efikas për shërimin e ulçërave dhe njëkohësisht për pastrimin e trupit tuaj. Ndërkohë, lakra forcon sistemin imunitar dhe mundet që të mbajë larg të gjitha viruset dhe infeksionet. Lëngu i lakrës ndihmon në parandalimin e sëmundjeve bakteriale të cilat shkaktohen nga ushqimi i kontaminuar, i paketuar dhe i konservuar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!